Vidh të çdo zgjedhje, pavarësisht se smyrët e votat. Por, në agendën e punimeve të Asamblesë Përgjithshme të CDI, një vend qendror zinte edhe Shqipëria, narkodiktatura e Edi Ramës, të cilën e denonsuan dhe e denuan, duke filluar nga presidenti i CDI Pastrano, sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Europiane dhe një seri oratorësh të tjerë. Droga e Edi Ramës ka marrë dhënë. Edi Rama krahasohet sot me narkodiktatorët më të rryrë të planetit. Miqtë e mi, këto mesazhe janë një thirrje, janë një inkurajim i madh për ne. Të vazhdojmë këtë betejë me të gjithë guximin ton, me të gjithë fuqitë tona. Sonte para nesh folen disa të ri dhe u i përgëzoj për fjalën e shkëlqyer që mbajtën. Krishti kishte ditëlindjen dhe atij ja uroi 120 vite të lumtura. Por atyre dhe çdo triu shqiptar u rikujtoi se historia, se koha, thret se cilin prej tyre tjetë në këmbë, për të shpëtuar vendin nga kjo katastrofe vërtet në cilën rrokulliset. Të dashur miq, këto ditë Shqipëria është e ngërthyer e tëra një debat për tunelin e Llogaras, në të cilin kanë vjedhur 50 milion euro, minimumi, e vërteta është 90-97. Por, kjo shumë, çdo shqiptar duhet ta di,